Ai që e largon të keqen me të mirën, fiton? Për të kuptuar mesazhin e bukur të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Allahu në suren Fusilet, ajeti 34, thot: Andaj të keqen ktheje me mirësi, se atëherë mes teje dhe të cilit ka armiqësi do të bëhet si mik i afërt. Ky ajet i bën jehon bukur thelbit të kësaj thënie, duke theksuar fuqinë e përgjigjes ndaj së keqes me mirësi. Kur përballemi me negativitetin, përgjigja me mirësi dhe drejtësi ka potencialin ta shndrojë armiqsinë në miqësi dhe pajtim. Për më tepër, në suren El Muminun, ajeti 96, Allahu thot: Ti të keqen kthe me të mirën, ne e dim më së miri ato që shpifin ata. Ky ajet përforcon idenë se përgjigja ndaj së keqes me të mirën jo vetëm që ka potencialin për të neutralizuar armiqsinë, por gjithashtu ka fuqinë për të nxitur lidhje të thella miqësie dhe mirëkuptim. Ekzegeza e kësaj thënie nxjerr në pa rëndësinë e adaptimit të një qasje të virtytshme në trajtimin e së keqes. Imam Aliu, i njohur për urtësinë dhe diturinë e tij, na kujton se përgjigja ndaj së keqes me të mirë nuk është vetëm një detyrim moral, por edhe një mjet triumfi. Duke zgjedhur të zbrapsim të keqen me mirësi, ne jo vetëm që mbrohemi nga efektet e dëmshme të negativitetit, por gjithashtu krijojmë një mundësi për ndryshim dhe transformim pozitiv. Kur të keqes i përgjigjemi me të mirë, ne thyejmë ciklin e urrëties dhe hakmarrjes. Veprimet tona kanë potencialin për të frymëzuar të tjerët që të ndjekin rrugën e drejtësisë dhe të promovojnë harmoninë në shoqëri. Duke zgjedhur të jemi të sjellshëm, të dhemshur dhe falës, ne bëhemi agent të ndryshimit pozitiv, duke përhapur mirësinë dhe dritën përballë errësirës. Pasojat e sprapsjes së keqes me të mirë janë të gjera. Ai jo vetëm që përfiton nga individi që e praktikon atë, por gjithashtu ka një efekt valëzues në komunitetin e gjerë. Veprimet tona kanë fuqinë të ndikojnë tek të tjerët dhe të krijojnë një atmosferë pozitive dashurie dhe mshurie dhe mirëkuptimi. Duke triumfuar mbi të keqen përmes mirësisë, ne kontribojmë në përmirësimin e shoqërisë dhe vendosjen e paqes. Duke menduar mbi këtë thënie, na kujtohet fuqia e pamas e zgjedhjeve dhe veprimeve tona. Në një botë mbushur me negativitet dhe të liga, kemi aftësinë të bëjmë një ndryshim duke ju përgjigjur me mirësi. Le të përpiqemi të imitojmë mësimet e Imam Aliut dhe ta largojmë të keqen me të mirë, duke e ditur se përmes kësaj rruge të virtytshme, ne mund të triumfojmë mbi errësirën dhe të sjellim ndryshime pozitive në veten tonë dhe në botën përreth nesh. Allahu na dhon urtësi dhe forcë për të larguar të keqen me mirësi dhe të jemi burim drite në këtë botë.